Dorin. Më falni, kujtova se e kishte marrë Viktori. S'ka gjë, do t'u asilja vetë në shtëpi. Natën e mirë. Natën e mirë. Mami, më ble një kollore. Jo se të shanë babi. E pse? E pse mos sam? Tani, ullu t'hash bukë se t'erdhi ora e gjumit. Po ti, mame? Unë do pres babin. Mirë mbrëma, Dorin. Që më trëmë me morastrit, i reziles tamam si Viktori dhe për pak të hova në qafë. Më falë, urdhro, mirë se erdhe. Na mori malli, Astrid. Kemi kaq kohë pa u parë. Po thuaj se 1 vit. Tërfajnë e keni ju të dy me Viktorin. Do me thënë gjithmonë ne burrat jemi fajtorë, e? Dihet ajo. Vetë takoheni kafeneve kurse grati harroni në shtëpi. Përse nuk e more dhe vjollcën sonte? Aha, i kam mbetur qefi. Që kur morëm apartamentërisë, na kanë ardhur fare, thot. Keni marrë apartament tjetër? Kurse ne nuk e kemi marrë vesh. Për kokën e Viktorit që nuk e dinim. Më duket se ja thash Viktorit një ditë. Po ç'bash me rak, ti e di që unë nuk i vërre këto gjëra. E po vjollca pas ka hak të na mbaj mëri. Merre një goca për fillim Astrid, pa kur t'vi Viktori do t'ju bëj pak meze. Një herë tjetër, Dorin. Do të vi një mbrëmje bashkë me vjollcën dhe ndjallë të venë ato i natët e vogla të grave. Gëzuar, pra. Gëzuar. Sa mirë bëre që erdhe, Astrid. Viktori do të gëzohet shumë. E mban mend sa mirë shkonim kur punoni të dy në uzinë. Si jo? Ama tani sigur është rënduar sa Viktori, e? Do të vonohet sonte? Po, ai kishte përdorzuar një raport në drejtori. Tani duhet kishte ardhur. Po e marr në telefon. Lere, mos e qeso. I thuaj se desha për një punë. Janë një tip presësh që i sjellim nga jashtë. Them se mund t'i bëjmë në uzinën tonë. Sa mirë pas ka vajtur në mend për to. Kur punonim bashkë nuk bënim asgjë pa u këshilluar me njëri tjetrin. I thuaj të vinë në uzinë, se ashtu i hyn punës më brenda. Natën e mirë. Mirë ardhshi. Le që të shtrem, do të vim ne më parë. Do të vim patjetër. Që nga ti, Viktor, po të prisja. Doli qaj gjatë? Ba, jenë vete, unë të kërkove vetëm një informacion, kurse ti më pas ke bërë një raport të tëve. Mos do në më rritësh numërin e syzeve. Ma vjen keq për syzet tuaja. Ullu.
Ajo, faleminderit. Shoku Gjok, a mund më thoni ju diçka për para kohë, si të thuash, kur ende nuk është pjekur, se është bërë fakti kryer? Çfarë? Po dëgjoj disa zëra në për korridore që kanë të bëjnë me mua dhe është interesant se i kam dëgjuar nga njerëz shumë të ndryshëm. Pa he? Thuhet se më kërkojnë në një ndërmarrje të tregtisë jashtme. Po, është e vërtetë që na kërkojnë një specialist profilit tënd. Po, pse të intereson kaq shumë kjo gjë? S'jeng edhe fort e lehtë. Fjala është se sikur të më ngarkohen në të detyrë, unë nuk do të thosh ajo. Pas ka vajtur vonë. Shkojmë tani. Shkojmë. Shoku Gjok, janë vetëm fjala, po ka ndonjë gjë të saktësuar. Kurse unë duhet të di Viktor përse do të lësh me kaq lehtësi dhe të papërfunduara kërkimet e tua shkencore. Dhe mos kujto se ta them duke u nisur nga interesat e institutit këtë. Jo, 1000 herë. Janë disa vendime që nuk varen plotësisht për ne, Shoku Gjok. Po kjo është çështje tjetër. Ty ndesta ka propozuar njëria të vend dhe ti del përpara me entuziazëm vetë. Bën 3 vjet që po punojmë bashkë, Shoku Drejtor. Nuk e di të kem punuar keq. Keq? Kush e tha këtë? Jo, po Dëgjoj, Viktor. Le të themi se ti je një nga kandidatët për vendin e kryetarit të Degës. Se për këtë ishte fjala dhe ti ndonë se nuk më the sigurisht që e di. dorëzova me pranoj. E pra, ne kuptofsh atë detyrë si një përgjegjësi që kërkon ndërgjegje të lartë, mirë. Por aman në pash në një prapamendim sa do të vogël, do të mbetesh e zhgënjur për te. Do të më vinte keq. Shoku Gjok, më falni, po s'ju kam dhënë ndonjë rast që të dyshoni kështu për mua. Vërtet nuk më ke dhënë. Ky ishte i vetë. Nuk e di se çfarë nuk u pëlqeu në të gjitha sa u thash. Nga dishmëria jote për t'ikur. Ja, kjo as më pëlqen. Hajde. Mos u pezmeto tani. Ti e di se e kam një dobësi për ty. Të fale Dorinës. Natën e mirë. Natën e mirë. Sa më trembe, Viktor. S'ka zënë gjume, Duket pritur ty, ama. Artane si është. Mirë, donte akullore, mje pa akullore, fsheur azibabi, thoshte. E shejtani. S'ka si shtëpia jote. Dorinë, sikur ti isha poet, do të bëja një poem për shtëpinë. O, shtëpi, shtëpi, s'ka në botë si ti. Sa i gëzuar dukesh sonte, Viktor. Po pse të mos jem? Kam një grua që se ka kërkush. Një djalë që është fëmia më i bukur në botë. Ja ky qas tani. Qetësi, ngrohtësi, të vjen një përgjumje ëmbël dhe ndjen veten të lumtur sepse të presin, të duan. Pastaj, sonte kam edhe një sekret të vogël për ty. Më ke sill ndonjë dhuratë? A, gruaja mbetet grua dhe dhuratë e gëzojnë më tepër se çdo gjë. Cili njeri i madh e ka thënë këtë? Viktor Lekli. Po këtë e shkemi? Më ka kërkuar njëri? Jo, vetëm Astriti erdhi. Priti pak, po ti u vonove. Ç'kërkonte? Deshte të bisedonte për një presti importit. Tha se mund ta prodhonin uzinën e tyre. Uzinë ka plot inxhinier që pas ka shkrepur me mua. Ty të ka shok. Harrove se si punonit dikur me të. Si mund të harroj? Ato që në ditët më të vrullshme të jetës time.
Ndoshta më të bukurat. Si do qoftë 14 çopa nuk bën, do të ne jam tepër i zën. Se nuk e lën balta Astritin ti të njohur. Po s'besoj të jap më tepër se çka këshilla, s'kam kohë fare. Aq më tepër që ne jemi pak fajtor ndaj tyre. Fajtor? Ba, pse çfarë kemi bërë? Po duhet t'ju uronin për apartamentin. Astriti tha se ti e dije. Po, vërtet, harrova të them, po ç'të mbaj mend më parë. Kemi qenë shumë të afërt me ta. Janë të dy njerëz të dashur, të mirë. Të gjithë njerëzit tanë të njohur janë të dashur, të mirë. Ata në Tiranë është qytet i madh, shtohen rrethanat për të takuar më rrallë, për të ndarë, miqësitë e vjetra harrohen, lindin të tjera. Po mjaft me tjerë dori. Harrove që sonte kishe diçka për ty? Po, një sekret të vogël që ty t'ka gëzuar kaq shumë, ë? Je ku rreshtoren ta dish Dorin? Si të mos jem, si për çdo gjë që ka të bëjë me ty. Më kërkojnë për kryetar dege në një nga ndërmarrjet e tregtisë jashtme. Vërtet? Ty sigurisht të bëri fare për shtypi kjo gjë. Jo, unë gëzohem për ty, po... Çfarë? Ti thoshe se po bën një ca kërkime shkencore të bukura. Çfarë do të bëhet me to? Do t'ja dorëzoj ndonjë tjetër. Unë nuk jam i pazëvendësueshëm, Dorin. Në mos sjell puna të udhtoj shumë larg. Ti nuk do mërzitesh nga mungesat e mia të gjata, apo jo? Nuk e di. Unë isha aq e gëzuar për ty, Viktor. Të kishte pushtuar të tërin puna e re, kërkimet. Ti nuk e vi një re, po unë e ndjeja se ato të bënin të lumtur. Edhe tani ti braktisësh të gjitha dhe me kaq lehtësi. Se si më duket. Kurse mua më duket se po më ecën. Kur jam unë i kënaqur, nuk duhet të jesh edhe ti? Po. Alo? Po? Qenë nga ty, baba? Mirë, po ju s'jeni mirë? Nuk besoj ta bëj dot atë lejën e prapambetur. Se shpejt i kaloj në një detyrë tjetër me mjaft rëndësi. Jo, ende nuk më kanë komunikuar, po ka plot gjëra dhe ku ka zë, s'është pa gjë, si thot fjala e urtë. Nëna si është? Reumatizëm? Do t'i gjej një vend ligjë. Si është zor në këtë sezon, thua? Po ka maj shok e miq sa ta rregulloj jashtë vendeve. Po janë disa gjëra që nuk bëhen dot ashtu, baba. Mirë dhe mirë, mos e merr dhe ti aq tes. Artani mirë është. Dorina si a foli. Natën e mirë, baba. Alo, baba si jeni? Faleminderit. Mos harroni të vini për ditëlindjen e Artanit, ë? Të fala mamas. Natën e mirë. Gjithnjë si demi ballë për ballë me babain. Po të shkau gojë dhe i theshe do ta rregulloj se kam një mika një të njohur, ta prejo me sopat në dardaret. Baba yt është njeri i drejtë. Atë drejtë jemi të gjithë. Po e ka huq nga profesioni mësuesit. Do të bëj moral domosdoshmë. Hej, drejt. Ma prishi sa u morin. Njeriu s'mund të jetoka deri në fund gëzimet e veta. Diçka do t'i thonë. Diçka do t'i ndodhe, do t'ja marrën një pjesë gëzimit.
Shtoj edhe 40. Të dëgjojmë çdo thotë edhe Viktori. Po pse s'po vjen? Ai nuk e ha fjalën. A shkojmë pim nga i kafe sa të vjedhej? Shkoni ju. Unë po dal të kërkoj. Mirë mbrëmani. Mirë mbrëma. Si nuk më njihni apo? Të them të drejtën, Shteraf Syziu. Se para një viti edhe të kumë për të porositur disa aparate. po, ju punoni në import. Po. Kërkojnë ndjesh për kujtesën time të dobët për fytyrën. Më vjen shumë keq çfarë fjalë. Po me rastin e kësaj rinjohje mos ma prishni. Një kafe, Po, pa autobusat vinë janë të dëndër. Një kafe, po mirë s'po aprish. një lutë. Po i glinish? Po në zhyrë, pse ka që vonë? Po, më shtuar si natyre dytë punoj gjë natën vonë se ka qetësi, ka rendiment. E që gëzim të madh ka njeriu përpos punës. Shoku Viktor nuk e di, do ta gjeni me vend një pyetje të vogël. Është thjesht një kuriozitet, nëse ma lejon konfidencë. E lutem, Kur do na vini? nuk ju kuptoj. E drejtë se ju sini nga ata që shisni lëkurën e riut pa e vrarë akoma, po prap se prap më lejoni t'ju uroj. Në ndërmarrjen tonë të gjithë u gëzuan, por të mos thënë se kishte edhe entuziast. Ej, drejt. Dëgjoni, mos u merrni me profesira. Ma thonë edhe shokëve tuaj, këto janë probleme kuadri. Që është e vërteta kam dëgjuar se nevojitin aty disa specialistë të profilit tim, po kjo s'do të thotë se do të vi unë do e mos. Më mirë ju se sa dikush tjetër. Si kështu, ju as që më njeni fare. Njeriu nuk është kura që pa njohur sa mund të pandesh, o Viktor, dhe mos ma merrni për komplimente. Po e thon të gjithë tek ne. Ecën puna vetëm ore valla kur ke të bësh me kuadro që janë të Zotit, gjithanshëm, ëh. Mirë. O do punë, çobani gun thot populli. Punën si duhet gjetur njeriu dhe jo njeriu të punën. Po gruan si e keni? Mirë, Jo se unë njihem pak me të, se kur isha student me korespondencë, ajo dhe një shoqe e saj më dhanë disa leksione, ishin student e ditës. Ai të lashi u zgjidhë mirë më në fund, apo jo? Të lash. Për se keni fjallë? Po jo nga tresa keq kuptimi që patën me Andonin. Me Andoni? Që është kë njëri? Po Andoni pra përgjegjësi sektorit që ndjek gruaja juaj si ekonomiste. Po, e di që ka një përgjegjes me një emër të tillë. Dhe pastaj? Mirë ju s'dini asgjë fare? Ju lutem, ç'është duhet të di? Nëse mos u shqetësoni. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, le që Andonin e kam shok, e kam mik të vjetër. Unë e pata për vizitë në shtëpi dhe në muhabet e sipër më tregoi edhe për atë ngatresën e keq kuptimit. Ju lutem shumë, cili është ky keq kuptim? Asgjë për të shqetësuar, po ja. Përpara disa ditësh ato mbyllën 3 mujori. Dhe siç e dini, zyra e planit që ndjek gruaja juaj si ekonomiste është pulsi ndërmarrjes. Në sektorin ku është përgjegjës Andoni, dolën disa tregues të paralizuar të prodhimit dhe asortimentit. Jo kush e di çfarë gjë, nëse. Ndërkohë Andoni i tha gruas suaj, Dorinë, tamam, Dorinë, Andoni. Andoni shakaxhi njeri. I tha asaj se nuk do që keq sikur ti rumbullakosnin pakës disa shifra, ja fjala vjen 98-ën ta bëjmë 100% i tha. Po pse ja turpërohemi kur dihet që 3 mujorin do e mbyllim shumë mirë. Mirë po gratë zakonisht nuk i kuptojnë fare disa shaka të burrave, edhe ajo nxem duket. Bile shkoi diku të raportoi tek sekretari i organizatës. Po shumë mirë pas ka bërë. More mirë që ç'ke me të, unë kam qortuar Andonin për të punë që pyet. Veç unë thash, Andoni bëri një shaka? Po pse shakare janë këto me detyrat shtetërore? Jo, nuk them se e miratoj një budollallëk të tillë, jo, mirë po kur vajtën tek drejtori, gruaja juaj dhe sekretaria, do rindrysh. Nëse s'kalon syt shifrat janë më së sakta. Po si është e mundur? Kur e solli Andoni evidencë? Para gjysmore. E qortova se i solli më vonë se të tjerët. Që na prishin qarkun në gjëra të tilla. Ja ku kemi shifrat e sakta. Po ç'na ngatërroni kot skoti gjën.
Sidoqoftë shoku drejtor, unë mendoj që duhet ta thrasë mandonin të fiktu. Që nga të vesh? Që pyet, po dhuna maja kam bërë andonit kurizin në copë. Si mori thash? Të vesh ti në pozitë të vështirë një shoqe, një ekonomiste të rej që nesëra pas nesër dhe në zhvendësojnë neve, thash. Po. Më falni, po, për që pozitë të vështirë kishit fjallën? Faktikisht ju e kuptoni dhe vetë, se të ngresh një problema, një akuzë ndaj një përgjegjësi dhe të dalë që akuza nuk qëndron, apo problemi është i trilluar, ne ta zbusim pak të themi i egzageruar. Nuk është situatë për të lakmosh. Po. Del një fjalë gati si parëndësi nga goja ta zëmja. Gruaja e filanit merret me thashëtheme. Ajo lutem shumë. Me ta zëm. S'vjen gjë nga supozimet. Me pa thashëthemet janë intriga të vogla. Thashëtheme, intriga, prapaskena, ku si vete mendja njerëzve dhe hop, kalon dyshimi nga gruaja tek burri. Po ai i shoqi që bën ai. Dhe veç kur të shohësh të ngjit një njolla, e pa merituar sigurisht, po të ngjit ama. Atëherë pendohet njeriu. Si pendohet. Për çfarë? Po që s'mendoj pasojën apo rastin më të keq. Shtelash. Po jo si s'më tha asgjë fare. Po, sigurisht e me mleftëson, si që bëjnë shpesh gratë tona. Ato hanë kumullat të tharta, neve në mpijen dhëmët. Po jo fundja, mos u shqetësoni dhe aqë. Su ndoshta e kam për natyrë që i shoh hallet e shokëve të mi me lentes madhuse. Urdhroni në imbrëmje me gruan të kunë, se kam një verë të rallë, ka bërnet eksporti. Po që bërë, mërë Viktor, në lesi hu i gardë duke të pritur. Më falë Astrid, sa është të pata një punë. Sherafi është një kolegu im. Nërsa me Astridin jemi shokë që kur punonin në uzinë. Ju në venuat ka shumë? Po në fakt ishte një ngjarje ashtu. Do pini një kafe? Ba, edhe kafeja në duhet. Në uzinë në presin shokët. Astrita, nuk mund të linim për nesër, sonte jam jashtëzakonisht i lodhur. Ti e di, Viktor. Mos ma merë për tërës të lutem. Jo. Vetëm se pandeja që prodhimi i kësaj prese do të ngacmonte më shumë. Dhe gjë këtu. Po që se nuk të tërheq kjo gjë, mund ma thuar sopë. Ti di që s'më ngelet hatri. Po pse e prishni gjakun gjenëm, ha? Astriti ka hyrë prodhimit të një prese 50 tonëshe për briketimin e mbeturinave të Llamarinës. Vetëm Astriti pas hyrë kësaj pune? Po, se mos ju deli me kosto të lartë, more djema. Si? E çdo thuash me këtë ti, shoku Sharaf? Jo se janë disa lloje makinerisht që në fakt të leverdis më mirë t'i blesh jashtë se sa t'i prodhosh këtu në vend në mënyrë artizanale. Artizanale? Jo, Xhana. Megjithëse thoya, po çka u goja? Jo, unë e them dhe ashtu në përgjësi fundja, po ju mos të tërheqni, futuni dhe ashtu me sedër, me vrull, pa u tërheqush. E drolla, shoku Sharaf. Megjithatë, unë mund të ndihmoj konkretisht. Bile dua gjë sa kushtojnë këto presa në mënyrë që të orientoheni me tregun se problemet financiare të prodhimit janë delikate, dhe socializmi është llogari, pa ju futuni. Dhe me sedër, me vrull, pa u tërhequr deri në fund, e? Dhe tani me lejen tuaj, me lejoni të largohem? Natën e mirë. Natën e mirë. Ku e ke gjetur këtë biçim? Mos e gjyko ashtu se është specialist i Zotit. Ai Zoti, socializmi është llogari sikur ne hambar. Po çka që nxesh? Çto mos nxehem kur të vjen të bëhet si dato burri botës. Nëse. Ti si do të bësh? O vajti vonë. Natën e mirë. Mirë, Gjoni, babet. Përse nuk ka fjetur djali? Deshi të priste ty. Fëmijët kanë orar. Hajde shpejt në krevat. Sonte s'qen ke me të mira, Viktor.
Dukesh i shqetësuar, çfarë ju ka ndodhur? Mua zakonisht më ndodha asgjë shqetësuese. Po ty? Po, ka ndodhur diçka. Po ti e sheh që unë jam e qetë. Shoh? Si nuk e shoh. Dorin. Ta shtroj darkën? Ajo, kjo është për t'u habitur. Është nuk e di se si ta quaj. Është një lloj sikur të dallesh me disa ndjenja të shehta të njeriut. A e di ti se qetësia nga ndonjëherë të nervozon më tepër nga shqetësimi? Jo. Pse? Sepse në këtë rast shqetësimi tregon sinqeritet, kurse qetësia është shtirje, është gënjeshtër. Dëgjoj, Viktor. Dhe mos më ndërprej, të lutem. Deri dje kisha vendosur mos ta tregoja fare këtë ngjarje. Ashtu? Bukur. Jo, desha të ta thosha pasi të diskutojnë organizatën bazë dhe në drejtori. Po tani e kuptoj që nuk bëra mirë. Duhet të më shkonte në mend se do ta thoshin të tjerët. Ata që ti i quan të tjerët kanë bërë shumë mirë që ma kanë thënë dhe kjo provon edhe një herë se ata më duan. Unë nuk po të kuptoj fare, Viktor. Po sigurisht që s'më kupton, se po të më kuptoje mua dhe të ardhmen tonë nuk do të na e bëje këtë proshë. Dhe ç'pas kam bërë, pra? Po s'të ma thuash. Po përse vendoset ma tregoja atëherë kur unë i mora vesh të gjitha? Apo ndoshta nuk do ma tregoje fare? Jo. Sonte do ta thosha patjetër. Pa, ha? Pas dite u bë një ballafaqim tek drejtori. Andon ullu. Andon, ty më drejtën thele më mirë. Po pse çka ndodhur? Dorina ka një ankesë për ty. Kam edhe unë një ankesë më të madhe për shoqen Dorin. Pra që nga e vërtet? Të vërtetë unë e kam sjellë me shkrim shoku drejtor, ja të kikini. Po, si është puna tërë, u martë e mira, u martë. Po unë bëra një shaka, shoku drejtor. Të keq kuptohet kështu humori, një fjalë thënë ashtu pa të keq, po kjo është skandaloze. Një shaka nuk mund të vazhdojë gjysmore, duke përdorur 100 argumenta se një 2% nuk është asgjë. Prit, Dorin, le të mbaroj një herë ato. E keq është gjetiu, moj shoqe Milit. Përse po përhap shoqja Dorin gjithandej këtë shaka? Dëgjon, mos të dëgjojmë tjetër herë fjalën shaka. Po përse s'mallon? Përse i vë me duar? Nuk është e vërtet. Unë vetëm me shoqen Melita kam biseduar. Atëre si e spjegoni ju që flet atër ndërmarrja? Atëre si e spjegoni ju shoqja Dorin që unë solla këtu shifrat sakta? Sepse nuk ju eci. Sepse e kuptuat që unë nuk do të heshtja për këtë gjë dhe u dolët të lasheve përpara me marifet. Fantazi e shoqes Dorin pa merr krah, jepi, shoqja Dorin, jepi. Se kjo e pravon edhe më mirë ato qëllimet e tua. Cilat qëllime? Po jo dihet më shoqja Melit. Njeriu duke hequr si parimor fiton më tepër pikë. Shoku Andon, do të jeni më i matur. Nuk e di se ç'ndjenja kur tha kështu. Më merrej fryma, më vinte për të qarë me zi i mbajta lotët. Si mund veproj njeriu kështu, Viktor? Po çudi e madhe, po si. Sa naive bëhesh janëm. Një lloj si një shoku im i fëminisë që bën vjersha për kalamaj, e që i duket absurde, se si mund të ketë ende intriga, thashë theme tarafe. Pa ullu. Më thuaj tani si e priti drejtori këtë grindje, si kjo ka më tepër rëndësi. Drejtori mu duke i zbet. Kjo ngjarje është shumë e papërgjyshme. Aq më tepër që fjala u hap. Ju kemi kuadro dhe këto gjëra nuk u kanë hije. Shakarët e tilla nuk dua të ndëgjoj më shoku Andon. Keni bërë shumë gabim. Dakord. Mos harroni shoku Andon se para 3 vjetësh jeni kritikuar për një rast të ngjashëm. Aq më tepër nuk duhet dyshoni që unë mund ta përsëris. Kurse ju shoqja Dorin keni bërë shumë mirë që kundërshtuat Andonin. Ama më vjen keq që e hapët fjalën. Aq më tepër kur Andoni pretendon se bëri shaka. Me shifrat e planit shoku drejtor nuk ka shaka. Sigurisht, po njëri thot se bëra shaka, tjetra thot se u përpoj të më binde, e s'në gjej këtë vërtet të bërë sy në sy midis dy njerëzve. A nuk do të qenë mirë se kur ta mbyllin me nga një autokritik këtu në drejtori? Me që për fat të mirë asgjë keqe nuk ndodhe. Dhe shtetit i dhau shifrat sakta. Po, kur është për të mirën e punës edhe për hir të unitetit, unë jam dakord, shoku drejtor.
Fare mirë. Është njëri I mençur drejtori juaj. Kështu dhe e mbyllet, ë? Jo, Pse kundërshtoi ai? kundërshtova unë. Kundërshtove ti? Po si mund të bëj një ndryshe? Ajo ti nuk je në vete, Dorin. Pse? Të japin mundësinë të mbyllësh një thashëthem të dëmshëm dhe ti refuzon të bësh autokritik? Një mendiletësi të tillë nuk e prisja prej teje. Asu nuk e prisja të më këshilloje kështu. Nuk të mjafton që unë jam e qetë? E qetë. 100 herë ke përsëritur sonde, sikur të jetë një fjalë që ti bërë si që u veka pak të gjithave. Desha të them se kam ndërgjegjen fare të pastër. Po, dhe njerëzit s'kan punë tjetër, vetëm të merren me diagnozën e ndërgjegjes tënde. Si mund të arsyetosh kështu, Viktor? Arsyetoj kështu se nuk jam naiv si ti dhe se njoh njerëzit më mirë se ti. Jo të gjithë njerëzit. Magari ata që të prishin punë. Ata që thonë bile se një intrig të tillë të rafinuar nuk mund ta kurdisë mendja e shkurtër e një femre. Dhe se këtu I lëviz gurët një mendje holl prej burri. Kështu? Pse edhe këtë e thaj? Në drejtori jo. Po e ka përshpritur andaj këtej një lloj si atë shakan për cilën thotë se e përhapa unë. Dorin, ulu këtu pranë me. Ndoshta unë nxehem pak të dy. Le ta gjykojmë me gjak ftofsi, eh? Mirë, Viktor. Ti ka rënë në një pozitë të vështirë? Dhe rrethanat janë më tepër kundër teje se sa kundër atij. Fakti që ai dha shifrat sakta. Fakti tjetër që akuzoi për hap, po nga kush? Vetë kuptohet jo nga ai që është I akuzuari. Viktor. Po tregoj pra logjikën e ngjarjes dhe mënyrën se si mund ta komentojë atë opinionin. Ai opinion që I komenton kështu është I smur. I smur sigurisht pa mas sa të dalë në shesh e vërtetë harron shëndosh si molla e kuqe. Dhe kur e vërteta s'del ai bën supozime. E çfarë? Që këtu ka një mendje tjetër pra, të hollët e mençur, vetë the. Viktor, ti më beson mua apo jo? Që rëndësi ka në të besoj as të besoj unë. Për mua ka shumë rëndësi. E për të tjerët I çfarë? Nuk dua t'ja di fare për të tjerët. Dua të di vetëm në më beson ti. Kurse të tjerëve u duam edhe unë. Qertulli do të vërtitet. Në këtë intrig nuk mund të jetë pagisht dhe I shoqi. E shoqja e Viktorit, intrigante. E shoqja e tij që ne e mbanim goxha burr që do ta bënim. Ç'na bëre. Në mos u mbyll të rrezik të themi lëm të mirë disa shpresave. Do me thënë, kjo të pas ka shqetësuar kaq shumë. Po shoh më mirë, mjaft marrëzira ke folur deri tani. Atëherë fatkeqësia e kësaj ngjarje që ka sa jo të prish të ardhmen tënde. Dhe ti guxon të më gjykosh mua? Kurse për mua Viktor fatkeqësia është vetëm mosbesimi yt. Po desha të bind vetëm përse kjo histori duhet mbyllur. Mosvall duhet thoshe duhet sqaruar. Ajo s'mund sqarohet. Kurse unë jam e bindur se ajo do të sqarohet. Unë jam e sigurt se prapa kësaj ngjarje fshihen tmetat e organizimit punës prej tij. E shoh se nuk të lë Sedra Dorin ta gjesh rrugdalën. Atëherë, atë gjë që nuk e thua dot me gojë, thuaj me shkrim. Si? Nuk është e zorshme, do të ndihmoj dhe unë. Për çfarë? Ja pra për një lloj autokritike me shkrim. Ku unë të kërkoja ndjesë dhe të tërhiqesha? Po s'ke që bën tjetër. Ti, do më thënë ne, po duhet të pohojmë të primin apo nxitimin tënë, quaj si të duash. Unë e kuptoj shok të dashur se kjo ngjarje solli disa shqetësime, megjithëse qëllimi im ishte fare I mirë. Ndoshta u keq kuptova dhe te prova, gjë për cilën bëj autokritik. Viktor, je në vete? Nuk gjen ndonjë gjë të keqe në këtë mes. Bile do të qe fare mirë që ne të shtonim se ti këtë ngjarje kishe mbajtur të fshetë prej me, nga turpi. Viktor. Sonte ti si e mirë. Je tronditur shumë. Thuam se të gjitha këto ishin një marrëzi që të vajtin mendje kot skoti. Thuam dhe do t'i harroj të gjitha. Mosbesimin, fyrjen që I bëre dashurisë son. Lëri këtë thënë romanesh jo po dashuria, jo po besimi apo mosbesimi reciprok. Bëu më arsyeshme, më praktike. Po. Vërtet duhet të bëhem më arsyeshme. Unë nuk e prisja kur të shihja të tillë. Po përse më lodh kështu Dorin? Po ti kur nuk më ke kundërshtuar në këtë mënyrë? Besom kjo është për të mirën e familjes sonë. Ja po e shkruaj unë.
Dhe pastaj do të jemi të qetë të dy. Jo, nuk do të jemi të qetë, Viktor. Do të na vi turp. Do të përbuzim vetveten nga kjo shtirje. Unë nuk e dëgjoj dot ajo më ta shkruaj. Të kam thënë para ca kohe se diçka ka ndryshuar tek ti. Megjithatë nuk desha ta besoj që ty të kanë lindur ambicie të tilla që janë bërë qëllimi vetëm i jetës. Edhe tani nuk dua ta besoj këtë. Nuk dua. Dhe dije, do të vi turp sa herë që ta kujtosh këtë mbrëmje. Por sonte është e kotë. Ti nuk i kupton këto. Më vonë. Natën e mirë. Alo? Sheraf Shuziu. Viktoria. Që ke ti, Viktore? Interesant. Sa razilja e telefonit pata një parandjenjë. Viktori do jetësh? Mirë, faleminderit. Ashtriti? I mekaniku i talentuar. E shpiksi, e? Po ta pyesim tha një herë shokun Sheraf se mos na gjetin ndonjë manual të ri për presën. Po në fakt unë gjeta disa, Viktor, por janë tipa të thjeshtë. Nese do kërkoj prapë. Po më? Jo, asgjë, po ju nuk do dilni? Dalim thua, e? Po mirë, dakord. Së më bje, ma, ti për mua i ke bërë. Për ty, për kur di gjyshi me babin. Mirëmbrëma, Dorina. Meli, mirëmbrëma, undra, mirë se erdhe. Thuaj po deshe që nuk jam e fatë, po për këtë gjithë të pregatitja, po për vjeri. Edhe për babajnë që nesër do m'tik, po sonte kemi ditëlindjen e Artanit. Tu pëftë teta. Urime dhe më bëfsh 100 vjeç. Falenderit. Dorin, më vjen shumë keq që nuk më ke thënë asgjë. Apo se duket kishe frikë se mos shpenzosh. Më fal, Meli, po harrova. Nuk e di pse jam kaq e hutuar. Tani, shko shikon balkon, mos vjen gjyshi. Mirë, mami. Dorin, mos u të shpreh kështu. Atë që do ta sqarojmë si duhet. E di, unë për këtë jam e qetë, po kur? E po duhet kesh pak durim. Në fabrikë u ngrit një grup kontrolli punëtor. Pa do të kenë durim të tjerët, vallë. Të tjerët? Një minutë, më duket se erdhi babai. Mirë mbrëma. Mirë nga se nuse. Mirë brëma. Artan, ku je mërë ma qok, pa dilë shikosh të ka sjellë gjyshi. Edhe 100. Mere, treni, ty. O, mirë mbrëma. Kjo është Melita, një shoqe e punës, baba. Gëzoj, mirë jeni? Mirë, faleminderit. Në rregull, nuse, në rregull. Viktori ka dalë? Jo, nuk ka ardhur, po me siguri duke ardhur. Tha gjë në telefon? Jo, nuk telefonoj, po unë e marrë me mend. Ai do të takon të Astritin sa ta punojnë bashkë për një pres. Po për hajru daltë. Sajtë luar me Mo, erdha, sa të shtrojmë shinat e të ngarkojmë vagonat në të dy edhe Viktori kthehet. Na, Dorin, se mos ta e thita na lë shoqja Melita ti, shoqja Melit këtu sonte. Erdha. Hajde me gjyshin, më po hes përpara. Dorina, eja ullu dhe rim pak, të më duke se të gjitha i ke pregatitur ashtu si duhet. Sa mirë bëre që erdhe, Meli. Të gjitha do të kalojnë më së miri. Nuk e një Viktorin ti. Ai është tepër krenar për të pranuar çfarë do gabimi. Të paktën përpara meje. Mos valle dhe ju e keni tepruar pak. Pa nuk mjafton që ai më fyen me mosbesimin e tij.
Po jeta I ka të gjitha. Ka ditë të bukura, ka edhe ditë ku mund të dëshpërohesh nga ndonjë mosmarrveshje e vogël. Pastaj ka dhe raste ku njeriu nga një ngjarje e tillë tronditit se humbet mendjen fare. Dhe mund të arrijë deri aty sa ti kërkoj gruas të bëjë një autokritik me shkrim e të thotë se pranon që ngjarja të mbyllet? Kështu? Dhe bile aty të sqaroj se ai nuk kishte dieni fare për këtë çështje. Po pse s'ma ke thënë këtë? Nuk e di. Jo, motër. E din. Ja, perdi dhe rakati. Dale, nuse. Ja hapun. Se I kam në majtë të gjuhës edhe ca fjalë të hidhur. Oh, po shiko kush në ardi, moj Dorinë, si e. Bashkë njemi apo si jemi? Jam duke. Është shoku gjokë që atë. Drejtori, gëzojmë shumë që na bashkoj rast. Edhe unë, Viktori më ka folur kaq e për jo. Ja, vërtetot që u dashkan vjerrat që lëre mos e pyet. Kemi ditëlindjen e Artanit sonte, po urdhroni. Po, dale, vetëm për një urim, ama se kjo në gjeti pa pritur dhe Shoku nuk kemi përgatitur fare. Gjokë, sa të na kthehet Viktori pa sonte fillimit dihet edhe fundi s'dihet. Po mirë, Viktori nuk ishte me ty? Jo. Po ne ç'mbetëm kështu në këmbë. Baba të lutem merri ti se mua ka rrezik të mos më binde. Urdhëroni, urdhëroni. Gëzuar. Gëzuar ju paqim. Me zemër të bardhë dhe me fat për herë. Faleminderit. Ç'thot ai shoku juaj I vjetër? Cilin s'un kam disa? Ai dhe Andoni. Andoni. Ka kohë që nuk e kam parë. Gëzuar. Po bizedova me Andoni. Fale po që parë më thatë se nuk e kishit parë. Dhe mund të bisedohet dhe pa u parë sy në sy, apo jo? Mjetet moderne të komunikimit, telefoni. Po, edhe? Në fakt po ndodh diçka që është jashtë logjikës ime. Jashtë do logjike. Unë për hatërin tënde të shokut të Viktor pranova ta mbyll çështjen më tha si do që jam I dëmtuar. Mirë pa gruaja juaj. E di, ajo nuk pranoj. E pa çdo thot kjo më shoku Viktor. Ajo ngul kam se ka të drejtë. Po ju? Unë jam I sigurt se do të ketë ndodhur pikërisht siç thot ajo. Sigurisht, vetëm se kjo nuk ka se si provohet. Është midis dy vetësh pa dëshmitar, alfa jurisprudencës. E gëzuar. Po mirë ai shoku juaj. A nuk mund të tërhiqet të pranonte? Po me ndershmëri ama. Po s'mund ta bëj dot të sakrificë. Do dhe ai të mbyll me nder? Pastaj. Përse këto teprime, stërhollime more shoku Viktor, kur të gjithave mund t'i vjej ka paku arti heshtjes, që jep fund të gjitha mbledhjeve, hetimeve, ballafaqimeve. Po ja, le ta gjykojmë si dy të paanshëm. Gjivishu një moment nga pozita e burrit. Thashë moj syzeza se më skëndon bilbili se gjethet zon po bien e po afrohet dimri se gjethet zon po bien dhe po afrohet dimri. Po shëndetin tëmë, Zatan. Gojë mjartë, si që ke qenë qofë. Hajde gëzuar, gëzuar. Djali edhe 100. Gëzuar, Mili. Gëzuar, shoku gjokë. Më kanë thënë se juve e keni ndihmuar shumë ti mbirë. Në ç'kuptim? Po ja, keni qenë I pari që ngullet kënd ta merrnit nga uzina në institut. A je meritonte. Kishte prirje të vërteta për punë shkencore. Po atëherë përse don t'i lërë kërkimet aty tek ju? Kjo gjë nuk varet nga ne, Xhadan. Po varet nga ju, ama. Dhe mua nuk më pëlqen kur njerëzit me prirje të vërteta, si shtat ju, I lënë kërkimet ashtu shpejt e shpejt. Më falni mua një minutë. Më duket se u zgjua Artani.
Ta shkencëtarës si djali juaj Xhedan janë të çuditshëm. Pse? Harojnë pas një prove aty në laborator e kur t'i shohë gjeti mëngjesi aty. Si do qoftë. Më falni një minutë. Moj nuce. Dhe zhurni thot se nuk ka njëri, baba. Më falin që u lash vetëm, po ç'ti bësh? Pleqëri me hyqe. Ulur Xhedan, ba të tilla hyqe si ty, paçëm edhe ne. S'di të bëj qefin ky i prerë për mblesë është. Ai gëzuar. Për të mirat e për gëzimit. Gëzuar. S'na vajti si shduhe kjo darkë. Na i hodhën ujë të ftohtë gëzimit. Mos e thoni atë fjalë. Zemrat e mira pa, çdo gjë rregullohet. Më falni, Artanin e kemi pak zevzek dhe me zi e vura në shtrat, po ti baba nuk i let mërziten, apo jo? Jo. Nuk mërzitemi në Dorin. Nuk i shiko se e bëm tërezën në asi kur ra karkalesi në grur. Rri edhe pak me Lita. Edhe ne do të ngrihem. Po qëndroni dhe qa, është tërë kjo natë. E të filluam Xhedan, 5 minuta faktikore të çata. Natën e mirë dhe një herë urime. Faleminderit, gëzojmë që u njohëm. Natën e mirë. Natën e mirë. Gëzuar. Edhe nga një. Ajo se vajti po. Po në shoqëri ka reciprocitet. Ja tani e kam radhënu dhe kjo është e fundit. Dakor? Kamarir. Një partizan ju lutem. Si urdhë? Po Viktor. Mos është drejtori juaj ky? Apo më bëjnë si të mua? Po, e është. Mos dëshiron të takosh ti atë? Me qofë se nuk të ngelet hatri. Pastaj kam për t'i thënë edhe diçka. Hatri the, pse fjalë është kjo? Të takosh po si jo? Po ja, unë ndërkohë avash avash, jo këtë gotë. Natën e mirë. Natën e mirë të mirë bësh dhe me mençuri, se të ka hi. Natën e mirë. Natën e mirë. Shoku Gjok. Po ti aty pas ke qenë? Në lokal, po ju s'më vutare. E ku të shija në të rëta njerës? Leqe edhe kokën e kam të turbut nga rakia. Juve raki? Që janë të ndryshime cilësore, shoku Gjok. Dëgjoj, Viktor, a nuk e lem më njana dhe shokun? Në do të dish unë sonde isha në një ditlindje. Në ditlindjen e djalit tënd. Si? Mos valla ke haruar? Jo, po... Përse i këtë ka i shpeta, është herët për të ngritur nga Tereza. Pa më thuaj, Viktor, qëfar pëndon e të kështu? Asu në zdi që të them.
E shoh. Vërtet sonde s'kesh të më thuash. Nëse. Tani nxito, ty po të presin. Prap do të bisedojmë bashkë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mos më shaj Dorin se e di vetë. Sonte e kam shkelur. Nuk thash gjë, Viktor. Kishe të patur dhe njerëz, Ti i kishe ftuar? Jo. Erdhën rastësisht. Po babai ku është? Shkojnë dhomën e gjumit tek Artani. Po i tregon pralla. Desha ta vët flë, po ishte e pamundur. Sonte dhe ai se ç'kish. Mos është ftuar prap? Nuk dua të flë, thoshte. Babi më ka dhënë fjalën se kur të mbush 5 vjeç do marr në tryezën e burrave. Do m'jap edhe një gotë vogël ujë që djeg. Nuk u vonova më kot, Dorin, besom. U takova me një shok të atij, Andonit. Ndonë se nuk e bën vetën, unë e di se e kam më tepër se shok. E kam mik të ngushtë dhe mund të ndikoj tek ai. Përse të ndikoj? Si përse? Po ja para që të pranoj edhe ai një pjesë të gabimit. Pastaj edhe ti vetë. Të kërkoj të falur, të tërhiqem. Po ç'të bëjmë, të rrim duar kryq? Ti në zarvësia e Andoni nuk i dilet të përballë vetëm me ndershmëri. Se si i ndodh njeriut. Jeton me një lloj lumturie, i kënaqur, i shkujdesur. Edhe i duket se gjithçka është e bukur e kështu do të jetë gjithmonë. Po ja vjen një ditë edhe i vët gjitha në provë. S'ka gjë për të provuar, Dorin. Ty të ndodh një histori e keqe, ose le ta quajmë pa pëlqyer dhe ne po mundohemi ta ndreqim kaq. Si po e ndreqim? S'ka rëndësi se si. Jo, ka rëndësi. Viktor, atë natë më shkoi ndërmend për herë të parë. Tani po e kuptoj më mirë. Ty të duket e papranueshme që në një çast tjetër mund të jetë gruaja, ajo që i tregon burrit saj rrugën pa krye ku po futet. Të duket e habitshme që unë, gruaja jote, mund t'i gjykoj veprimet, pse jo, gabimet e tua në mënyrë parimore. Ti thoshe shpesh se ishe i lumtur me mua. Thoshe se ishe i lumtur se dashurove një grua të bukur, të urtë, që doli dhe anvis shumë e mirë. Dhe nuk e vi një re se sa më mërzisnin e më dëshpronin këto fjalë kur i përsëris një dëndur. Sepse kam dashur me gjithë shpirt që t'jem për ty më shumë se sa kaq. Tisha e denjë për të ecur krah për krah me ty kudo. Dhe jam munduar që të ec kështu. Edhe në rastin e kësaj ngjarje që ty t'ka tronditur, unë jam e bindur se po ec siç duhet. Kurse ti Si e kalove ditën sot, baba?
Një farsoj. E shtyllë edhe këtë ditë. Po ti? I zënë deri në fyt 1000 punë. Një institut nuk ishe. Më kërkojnë gjithandej për konsulta, Dorina e di. Po. E po, me që e ditë keni ju të dy, ç'më mbetet të them? Ase për pak më doli nga mendja. Biletën të preva. Biletën? Biletën e autobusit, nuk më porosite që dje. Po, të porosita. Është vendi mirë, numër 4, prapa shoferit. Po, shumë i mirë që në ka. Në më këtu. Baba të lutëm, çdo të thotë kjo? Ja që më hipin kokë të mos largohen. I kam edhe unë disa hyqe, Viktor. Ç'mendon ashtu Xhedan? Për të gjitha ato që më the Astrid. Vërtet janë të hidhura për mua, por bëre mirë që mi the. Dhe tani dua të di një gjë, që kur ka nisur kjo? Unë e kuptova se Viktori kishte ndryshuar që kur i shkova për presën. Sidoqoftë ky nuk ishte fillimi. Dhe ti heshte? Nuk heshta. Ja thash një mbrëmje në sy Viktorit. Megjithatë nuk e merrja me mend se do të arrinte deri këtu me Dorinën. Keq. Shumë keq ka vepruar. Por nuk duhet ta lëm vetëm. Nuk do ta lëm vetëm, Xhedan. I vetëm ai nuk e gjen dot rrugën e drejtë. E tani ngrihemi se duhet vetën në shtëpi. Mirë mbrëma, baba. Mirë mbrëma, Dorin. Po, pas kam bërë shumë të. Ja se po e hap dritaren. Dorin. Ullu, bi, ullu. Dorin, mos më gjyko keq. Baba. Dëgjoj. I di, shoh të gjitha. Edhe Astriti më foli sot. Nga ti moj bi desha të di vetëm një gjë. Ishte mosbesimi ti shkaku i të gjithave. Sa do të dëshiroja që t'ishte vetëm kjo. Do të harronja fyerjen. Grindjen. Të gjitha. Dikush mund thotë se unë nuk ju binda sepse dua të ruaj dinjitetin tim. Kjo është e vërtet. Por nuk është gjithçka. Unë nuk ju binda sepse e dua. E dua dhe nuk e di se ç'mund të bëj që ai prap. Sa më parë t'jetë Viktori që dua unë. Mos fol më shumë, bi. Kështu që është gjithmonë me këtë zemër. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma.
Mirë mbrëma. Si e kalova nga Astriti, baba? Mirë. Folën telefon me nënën? Fola. Mirë ishte? Mirë. Babi, ku ishte ti mbronë në blevje? Sa mirë bëra që ndenja, baba. Sikur ta kishim dhe nënën tu. Po s'na the se ç'të tha, kush e di se sa porosirat ka dhënë. Më dha. E di unë apo më vështillu mirë rrugës, se kujdes mos ftohesh, e ka zakon ajo. Jo, Viktor. Tjetër gjë më tha. Më tha ti jep një fund mos marrëveshjeve të dhe të pajtoheni. S'të pëlqen kjo? Po pse? Çfarë kujtove ti? Se nuk di gjë unë, nuk shoh asgjë. Po kush jam unë, morbir? Jam baba yt? Asgjë juja nuk mund të jetë e huaj dhe e panjohur për mua. Viktor. Tu ngjalla i krimbi ndyri lakmis ty. Lakmove fam, poster, e ati të ngjiteshe. Të zuri syt vetvetja nuk pese ku po shkelnje. Po nuk e kuptove këtë, pa çfaqjen e zesë. Qenë ka e vështirë që njeriu t'i quaj gjërat me emrin e tyre të vërtetë. E kam patur pisk tërë të ditë, baba, të më besosh. Po ndoshta, akoma nuk isha të gjitha, e duhet t'i mendoj. T'i mendoj për ditë. Tani folet drejt, birë. Dëgjoj, Viktor. Mbase të fola rënd, të shava, por dije se kështu është më mirë. Flem tash. Natën e mirë. Natën e mirë, baba. Dorin.
shoku Viktor, mirë ditën. A, që nga ti, I treli. Nga në mbive këtu? Nga mbiva figurative kjo? Unë jam stacionin tim zakonshëm të urbanit. Aha. Qenë keni me një humor shkëlqyer. Po helbete detyra e re. Kur do na vini? Edhe jam I bindur se posa të merrni frenat e punës në dorë, do vini disa gjëra në vendin e vet. Se ka tek neca biçimër. Mu qepën dhe mua me bukë në torb. Kritik njëri, kritik tjetri. I shkëputur thonin nga hallet e mëdha të kohës, nga problemet e prodhimit. Të qarkullojnë në bazë. Mund të më transferoj? E pastaj? Beson ti se unë do të shpëtoj nga kjo? Po mirë, nuk e duket juve pa logjikshme kjo. Të ri njeriu ka që vjetë me një detyrë, të bëj gjumin haram, pa leje, pa orar, të kualifikohet. E të kualifikohet, Po se mos kam një post që mund t'ja vejnë syrin? Po që mne more Virazer është vendi më modest. E pse atëri? Po se s'më njohi. Po tani me ardhjen tuaj, shoku Viktor, unë jam I bindur që... Unë nuk do të vi aty. Po nuk kam asnjë pengesë të mund t'u ndaloj. Ka një pengesë shumë të madhe, unë vetë që nuk do të pranoj. Si? Një post të tillë ta refuzoni? Po ju vini me ngritje, shoku Viktor. Lej do keni shans të shëtisni gjithë botën. Më fali për shprehjen, po vetëm në mos qofshi më të mira mund ta bëni të gjë. Le që për këto gjëra s'pyeteni vetëm ju, shoku Viktor. Ju me siguri do vini dhe atëherë do më kujtoni mua Kurse unë dua to harroj një orë më parë, kuptoni? Të harroj njojën tonë e këshillet e tua për mikropërgjezit të frikshëm. Ej, ti, kujdes me shprehje tilla, Jo, çka që tharto është të vërtetën po të them. Duket mohuar ty mohoj pjesën time më të keqe. Jo mbaj gjuhën e mos e lëshon. Se I but, po më shkele në kallo bëj me gjindun, s'pyes fare për pasojat. E çdo më bësh ama. Moj do të raportoj për fyrje se në fakt e mësuar të fyesh ti, shoku Viktor. Iko sheta. Ikse më vjen keq për ty. Ej, buke vjetër, nuk po na nje mërë, bablo. Anët financiare të prodhimit janë delikate, socializmi është llogari. Akoma nuk kujtohen. Mekaniku I talentuar, pikërisht. Bile mbaj mend që ju thash, mos u tërhiqni djem. Po si, more na dhe goxha kuraj. Dëgjoj këtu, sot do të bëjmë një provë të presës, ashtu sa për vete, po të duash eja ta shohësh. Interesant do të jetë, se mua s'm ka rastisur të jem në prova të tilla, njerëzve sikur u krijohen dhe emocione. Atëre eja mos ju humb emocionet e tua. Me gjithë qef, po më duhet të shkoj. Tonja tita. Si thoni, e bëjmë një provë. Që durohet deri nesër. Ta bëjmë një provë ashtu sa për vete, inxhinier. Si doni ju djema. Ta fillojmë manovrimin. Fillojmë. Nesër I ftojmë gjithë për presën, Po. E të pim nga një birë se e kemi me hak. Zdina ka marrë Dorina djalin nga kopshti. Shiko, nuk I durohet larg gruas njërit. Ajo kishte një mbledhje prandaj. Për ato historinë e Andonit? Po, apo duash? Jo. Sonte ka marrë detyra nga gruaja. Do ta djegim, Hajt me rupafsh. Mirashi. Erdhe? Po të prisë. Tani sa po mbaroj mbledhja. Kontrolli shtetëror dhe ai punëtor nxorri në shesh një sëri dobësish në sektorin ku është shoku Andon. Ata më ndihmuan shumë për të sqaruar edhe konfliktin midis ti dhe shoqes Dorin.
që në fillim në u duk pak si vështirë për ta sqaruar plotësisht. Tani ne e dim mirë se ishte Andoni që e përhapi fjalën poshtë përpjet në njerëz të ndryshëm duke thënë se shikoni se ç'po bëjnë edhe të tjerë si këto. Drejtoria e miratoi vendimin e kolektivit për shkarkimin e Andonit nga detyra. Ke gjë për të thënë Andon? Kam. Vetë kuptohet që kam, shoku drejtor. Shok, masën që morën ndaj meje konsideroj një ndihmë konstruktive, jashtë zakonisht të çmueshme. Bile e konsideroj të lehtë. Po. Sinqerisht, jashtë zakonisht të lehtë. Këto gabimet e mia kanë 3 vjet më parë. Shumë të rënda. Mos fol, Viktor. Unë të kuptoj edhe pa fjalë.